Përshëndetje shikues të dashur, mirë se po takohemi në këto takime të rregullta përmes kontekstit kohor në shoqërimin e Hoxhës Bleri Musliu. Edhe sonte me një tematikë të re, e cila është më së nevojshme për shoqërinë tonë, duke i parë ngjarjet të cilat çdo ditë ndodhin në aktualitetin tonë. Hoxha përmes mësimeve fetare do të mundohemi të shohim se si do të jetë muslimani kundrejt kësaj problematike. Hoxh, mirë se erdhësh në Cicit kemi në studio. Mirë se gjejsa, le Allah të shpërblift. Hoxh, unë që bana një hyrje është një aktualitet, të themi ndoshta jo i dashur, se po shohim një humbje, mungesë e ndjeshmërisë, empatisë ndaj njerëzve. A është kjo natyrshmërinë e njeriut, a do të jetë njeriu i tillë, apo si e përcakton feja këtë dukuri? Allahun e falenderojmë, selavatet tona e dërguarit Muhamedit alayhis salam. Të flasim për njeriun, i dashur Saleh, është çështja më problematike. Dhe ne shohim sot se ka studime të cilat merren me njeriun, me reagimet e tij, me veprimet të cilat i bën, burimet e atyre veprimeve. Çfarë do qofshin ato? Kemi, domethënë, edhe jo vetëm aspektin emocional, aspektin psikologjik të tij, po pastaj edhe aspekte tjera të aspektet sociale të jetës së njeriut dhe të ndikimit të ambientit, të rrethit dhe domthonë rrethonave ku njeriu edukohet, jeton dhe e jep frytin e tij. Andaj shohim katedra të ndryshme, universitete të ndryshme, studime të ndryshme dhe krejt këto e shohim se me gjithë lehtësimin e madh dhe përgjigjet të shumta të cilat i kanë ofruar njeriut, e parë e tërë kjo punë e shkputur nga baza hynore, e shohim se megjithatë mbetet e varfër, sepse njeriu sa më shumë që po studiohet dhe sa më shumë që i ofrohen atij mundësi të jetës dhe komoditet, përshtatshmëri, realizim i dëshirave dhe i synimeve të tij, ne e shohim megjithatë se njeriu po bëhet më i vrasht, po bëhet më agresiv, po e humb ndjeshmërinë e tij. Pastaj njëra nga këto rezultate është edhe ajo që e përmendet ti, që është humbja e ndjeshmërisë dhe të jetuarit e njeriut në mesin e njerëzve, por i shkputur nga reagimet të cilat duhet të jenë normale si qenie njerëzore. Andaj kur Allahu subhanahu wa taala na ka treguar se baza e njeriut është khalaqnakum min dhakarin wa untha, ju kemi krijuar nga një çift, nga një burrë dhe nga një gru. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ dhe pastaj ju kemi krijuar në populle fise, ju kemi krijuar në grupe, u kemi mundsuar pra të jetoni dhe të organizoni jetën në këto saza. Allahu xhaleshanu thot li ta'arafu, që të njihni mes veti. Pra e tërë kjo nuk është bërë që njeriu të shmanget nga të tjerët, të mos ketë ndikim nga të tjerët, të mos nikohet nga të tjerët, por që ai të jetë pjesë e pandashme e një shoqërie, duke filluar nga një familje e pastaj edhe një shoqërie ku domosdoshmërisht ai do të jetë i varur dhe do të jetë i lidhur me atë shoqëri. Dhe ndjenjat të cilat duhet të jap dhe reagimet të cilat duhet të reagoj, duhet të jenë në përputhje me ato që ndodh në shoqëri. Përndryshe nëse njeriu jeton brenda një shoqërie i shkputur nga realiteti i asaj shoqërie, madje edhe në ndjenjat e tij, edhe në reagimet e tij, padyshim se kjo është një dalje nga natyrshmëria e njeriu, të cilën Zoti e ka kriju, e padyshim se pasojat e saj pastaj janë shumë të mëdha, ti përmendet disa prej tyre, ajo që faktikisht ne e shohim në përditshmërinë tonë është një shkallë, mund të themi bajegi, alarmante, e cila sigurisht se don një trajtim edhe don një kujdes të veçantë. Hoxh Muhamedi alayhis salam e dim se kanë ndoshta për personave që themi definicioni i empatisë, i ndjeshmërisë, a ka pas raste kur është sfidu kjo pjesë? Pejgamberi sa më shëmbëltyra
për të gjitha çështjet që neve na preokupojnë. Është shëmbëltyra e pakontestueshme e të gjitha atyre mësimeve, edukatave, moraleve dhe gjithashtu domethënë atyre majave të arritshmërisë, qoftë individuale, qoftë shoqërore, në të cilën njerëzimi ka nevojë që të kthehet çdo detale të jetës së tij. Ne kur po flasim për kontekstin kohor dhe lidhshmërinë e ngjarjeve, edhe mësimet të cilat duhet t'i bartim, padyshim se neve na nevojitet sot shumë që ta kthejmë shikimin ton dhe të shohim ne me gjithë arritjet tona të cilat i kemi në fushat të caktuara. A do të thotë a priori se ne kemi arrit ta mbushim njeriu dhe ta plotësojmë njeriu në tërë ato të cilën ai e don e kërkon. Përgjigjja është jo. Domthonë sepse ne kemi mbush njeriu nga disa aspekte, por e kemi lënë zbraz nga disa aspekte tjera. Andaj nëse kthehemi dhe e shohim se fokusi kryesor i pejgamberit alayhisalam dhe i të gjithë pejgamberëve ka qenë njeriu. Dhe kjo është shumë më e rëndësishme. Kjo është shumë më e rëndësishme. Në qoftë se ne edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri, arrim që të plotësojmë krejt ato të cilat njeriu i duhen, por kemi mbet pa njeri. Kemi mbet pa njeriu. Atë çfarë na duhen të gjitha ato të arritura? Nëse një familje ka arritur që t'ia plotësoj fëmijës së tij të gjitha kushtet, në fund ka mbet pa fëmijën e tij. Cila është e arritura? Nëse një familje ka arritur që t'i plotësoj të gjitha kushtet, të ketë pasuri, të ketë shtëpi, të ketë punësim, të ketë para, të ketë lloks, të ketë vetura, të ketë të gjitha i ka. Mirë, po të gjitha këto nuk i ka njerëzit me të cilët do t'i ndaj këto. Atë cili është kuptimi i të gjitha këtyre. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte ai i cili na erdhë na tregoi se shpallja e Zotit dhe mësimet e Zotit dhe kujdesi i Zotit është për njeriu, sepse po rregullu njeriu, çështjet e tjera rregullohen gjithsesi. Mirë, po mbet njeriu, pra njerëzimi pa njeriu. Kur po them pa njeriu, nuk po flas në aspektin fizik dhe të qenies së tij prezente, por po flasim pa humanën, njerëzoren, socialen, ato që njeriu duhet ta ketë rolin e tij brenda shoqërisë, sigurisht se ne kemi mbet mangu dhe nuk e kemi plotësuar ato për cilën Zoti na ka sjellë në këtë dynjë e që na ka sjellë me këmbës dhe rregullues dhe ndërtues të kësaj bote. Andaj kur flasim për pejgamberin alayhisalam, duhet ta kuptojmë domthonë pashmangshëm se ai ishte shembulli i të gjitha sferave të jetës që njeriu i duhen e sidomos në çështjen të cilën ti po e përmendim dhe problematikën të cilën po mundohem që ta shohim në ndritën e këtyre mësimeve. Dhe pejgamberi ishte shembull i pakontestueshëm i të qenurit i ndjeshëm ndaj të tjerëve dhe kujdesi i tij ndaj të tjerëve i të kalon të gjitha përmasat, madje ndoshta edhe të imagjinare se ne mund ta imagjinojmë. Vllasalin, nëse e shohim kohën tonë dhe shohim këtë indiferencë që ne kemi për raportet për njëri tjetrin, madje edhe për familjet tona, madje edhe për të afërmit tonë, madje edhe për njerëzit që jetojmë. Dhe kthehemi pak tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, do ta shohim se ai kishte ndjeshmëri për të tjerët në çështje shumë më të emta, me çështje shumë më të parëndësishme për kohën tonë. Andaj vlen të përmendet për shembull shembulli i pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ai ndëgjon një grua atje, domethënë mbrapa me një fëmijë duke qajt, ai ishte në namaz, në adhurimin më të madh, në kulmin e nënshtrimit të tij ndaj Zotit fuqiplot. Pra i kemi dy raporte këto. Apo e kemi momentin ku pejgamberi sa ishte, e që ishte lidhja e tij me Zotin. Apo qëndrimi në namaz, që është kulmi i adhurimeve. Po ashtu edhe kulmi i kënaqësisë. Kulmi i kënaqësisë gjithashtu, kulmi i përjetimit, padyshim. Dhe në të njëjtën kohë e shohim një raport që mund të themi është jashtëzakonisht i parëndësishëm në raport me të parin. Të ke fundet një fëmijë po çan atje, një grua është e angazhuar me një fëmijë. Çfarë lidhje ka kjo me të parën? Pejgamberi alayhi salatu wasalam e nxiton namazin e tij, e ngut namazin e tij. Apo qëndrimin e tij para Zotit, po themi e ndërpret kënaqësinë e tij, ndjenjen e përjetimit të tij që të mos bëhet shkaktar i prishjes së
themi gjendjes emocionale dhe kujdesit për gjendjen emocionale të një gruaje e cila mund mos jetë mirë, të një fëmije i cili po qan, e pastaj që kjo mund të ketë reagim pastaj edhe tek besimtarët të tjerë, ata mund ose të ndihen keq ose të shqetësohen e kështu me radhë. Ku mund ta gjesh këtë kujdes kur po flasim për pejgamberin, sa po flasim për figurën më të madhe që ka njohur ndonjëherë bota. Sot ne shohim njerëz, për shembull, sidomos ata që janë në po themi në shkallët e udhëheqjes ose që udhëheqin dikan, ata në gjendje me shkel të tjerët. Mos më interesu as pak as gjendje emocionale, as fizike, as shëndetësore, as shpirtërore, madje as gjendja, domethënë shpesh herë i shtyn ata turma të caktuara mbadje deri në vrasje e deri në mbytje për interesat e tyre edhe për çështjen e tyre. Madje sillen pastaj sikur nuk ka ndodhur asgjë. Po në këtë shembull po nxjerrim se Muhamedi alayhis salam ka pas kujdes ndaj një nëne dhe një fëmije. Po na shohim sot që nëna për fëmijën e saj nuk e ka këtë kujdes që ka pas Muhamedi alayhis salam për fëmijën e dikujt tjetër. Sepse kur njeriu del nga natyrshmëria e tij dhe kur njeriu zhvishet nga ajo për cilën Zoti ka kriju dhe me cilën ai duhet të jetojë, e që në pjesë qendrore kësaj është edhe kjo ndjeshmëria për cilën po flasim. Kur po flasim për ndjeshmëri, po flasim për kujdesin, po flasim për dëmshurinë, po flasim për buzëqeshjen, po flasim për çajturit për njëri tjetrin, po flasim për gëzimin me njëri tjetrin, po flasim për njeriu normal, i cili domethënë jeton në bashkësi me të tjerët dhe veprimet e tjerëve ndikojnë tek ai dhe veprimet e tij ndikojnë edhe tek të tjerët. Andaj nëna e cila sot, për shembull, nëna e cila sot ka ardhur në gjendjen e cilën ti po e përmend, ajo arrin që tër kujdesi i saj ndaj fëmijës së vet, për shembull, është që t'ia jep një telefon në dorë. Apo edhe me kaq e ka kryer ajo. E ka kryer përgjegjësinë, e ka kryer obligimin, sepse telefonin të cilin ajo ja jep, ja krijon komoditetin e saj që ajo të merret me punët e saj personale e që edhe ajo mund të jetë në një telefon tjetër. E çfarë ndjeshmërie mund t'i përcjell ajo? Çfarë kënaqësie mund t'i jep atij fëmije? Çfarë dëmshurie mund t'i përcjell? Dhe ky fëmijë pastaj, i cili po rritet i tillë, çfarë ndjeshmërie mund të ketë? Domethënë sa mund të jetë shkalla e ndjeshmërisë se tyre. Andaj sot i shohim për shkak të kësaj çrodie dhe për shkak të këtyre defekteve, të cilat un kam frikë, Allah salese, kjo është ndoshta jemi të pa vetëm ato shenjat e para të këtyre ndikimeve, sepse kam frikë se pasojat mund të jenë shumë më të mëdha të ardhmen, kur që kjo gjenerat do të ketë fëmijë. Imagjino se ata çka do të bëjnë me fëmijën e tyre. Imagjino ata si do të edukojnë fëmijën e tyre. Imagjino ata çfarë do të përcjellin tek fëmia e tyre e kështu me radhë. Andaj për shembull, imagjino sot madje në shoqëni, sepse gjithmonë po kthejmë tek pejgamberi, po kthejmë tek ndjenja ndjeshmërisë. Pejgamberi sa më shpëdes për një grup, për një fëmijë atje që tek e fundit nuk e ka pas përgjegjësi direkte kujdesen ndaj tyre, sepse është në adhurim. Ka mund të thotë ti merro me ta, apo përgjigje të ndryshme. Dhe tash imagjino shoqëritë tona, madje edhe grupet tona të shoqënisë. Shok 3-4 vet, 4-5 vet, kur ulemi, kur rrim, kur bisedojmë, apo madje në familjet tona. Ky është realiteti i hidhur, cilën ne po flasim. Cila është gjendja jonë? Domthonë brenda familjes sot imagjinojmë dot mbrëmje cilat janë, domthonë cila është atmosfera brenda familjeve? Secilin e kemi me një telefon, dikush në një laptop, dikush në një kompjuter, dikush, edhe secili është në cepin e tij, në skajin e tij, edhe kaq. Ndoshta disa prej fëmijëve madje edhe në dhomat e tyre, sepse kemi arrit në të arritur të madhe. Cila është ajo? Që secili fëmijë me pas dhomën e vet. Në këto a konsiderojmë të arritur? Ne konsiderojmë të arritur. Unë kam marrë shtëpinë ku secili fëmijë ka dhomën e vet. Kjo shumë është e mirë. Ama është një aspekt. Më ku është aspekti tjetër social? Ne jemi rrit me ka 3-4 vet në përdhoma, me 5-6 vet në përdhoma. Ne ndoshta kemi pas më ngosht atë hapësirën, po e kemi pas zemrën më të gjatë, sepse jemi mësuar të ndajmë gjithçka me njëri tjetrin.
Amo sot kur fëmia rritet në një dhomë vetëm dhe gjithçka që e ka e konsideron shumë personale veç veten. Ai gjithçka në jetën e vet ka mi konsideru personale dhe vetëm personale. Do nuk ka më kon i gatshëm të ndaj me të tjerat. Nuk ka më kon i gatshëm që të përjetoj me të tjerat. Sepse ne në mangësitë që i kemi pas, ne kemi ndarë gjithçka që kemi pas. Po, andaj kjo jetë të cilën ne sot e jetojmë, është jetë e cila na ka ofru komoditet, po na ka hjek ndjeshmëri. Na ka ofru luks, po na ka hjek dëmshuri. Na ka hjek, kupton. Andaj thash, imagjino një familje ku jetojmë ose në shoqëni ose hajde të kthejmë pak tek shembulltyra e njerëzimit. O vëlla Sali, kupton. Unë po them edhe në vazhdimsi, njerëzimi sot ka nevojë më shumë se çdo herë për këto mësime. Ka nevojë secila familje ta ketë modelin e pejgamberit alayhis salam si kryfamiljar. Shoqënia ka nevojë ta ketë pejgamberin sa model si shoqërohet me të tjerët. Xhamia ka nevojë ta ketë pejgamberin sa model të udhëheqjes së funksionimit. Udhëheqësia ka nevojë se ta ketë model pejgamberin alayhis salam. E kështu me radhë secili aspekt i jetës tonë. Andaj kur pejgamberi alayhis salatu wasalam i than se duhet ta ketë vulën me cilën do t'i vulos dokumentat, sepse ashtu e don tradita e mbretërve, mbretërive, e shteteve, e sistemeve të cilat s'ka pas shtete, po e perandorive të ndryshme, e udhëhecëve mbretërve të ndryshëm, duhet ta ketë dokumenti, duhet ta ketë vulën. Dhe ky rast është për studim. Këtë rast duhet ta marrin shkollat, këtë rast duhet ta marrin universitetet, këtë rast duhet ta marrin akademitë, këtë rast duhet ta marrin, domethënë secili njeri për model dhe për shembull. Edhe ja ofrojmë pejgamberit asam një onaz. Një onaz e cila njëtën kohë shërben edhe si vul, për ti vulos dokumentat. Dhe ajo është Allah Rasul Muhammed Rasulullah, domethënë nga poshtë për shkak të edukatës që kishte pejgamberi sa me Allahun xhalla shanu nuk e vendos emrin e tij të parën sepse Muhammed Rasulullah po e vendos nga poshtë lart. Dhe ja dhon këtë nos pejgamberit. Ta sa më e vendos në gishtin e tij dhe tash bashkë me shokët e tij imagjino sa ka mujt me pa pejgamberi sa këtë nos. Sa ka mujt me kthyer, sa ka mujt me i marr kohën. Por megjithatë në atë kohë njëri normal kur ngjet diçka në trupin e tij, kur ndryshon diçka, na shohim për shembull në orë kur të marrësh ose në rrobë tre kur të vesh ose në megjithatë shkon mendja ndonjëherë sepse ka ndryshim në trupin ton. Dhe pejgamberi sa bashkë me sahabët, domthon po e kthyrën nazën po ban mohabet. Mas pak po e kthyr përsëri nazën po ban mohabet, edhe vjen një moment aftën, pejgamberi sa me hek atë nazë aftën. Edhe i thot kjo naza aftën u angazhoj edhe ma mur kohën që ndodhet me kalu me juve. Pra ma hjeki fokusin, ma hjeki përqendrimin, ma hjeki të qenërit pjesë e juvja, sepse unë të kanë me juve fizikisht, amo meti kam dikon tjetër. Pra një farloj shfajsimi, një farloj kërkimfalje e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe një farloj arsyetimi se kjo nazë ma mur kohën edhe nuk kumla me u koncentru, nuk kumla me kanë pjesë e asoj ndjeshmërisë edhe asoj funksionimit të përbashkët të një ulje që duhet ta kem secili prej neve. E çfarë tash veç mund ta imagjinojmë. Çfarë do të thonte pejgamberi alayhis salam po të ishte në kohën tonë. Çfarë do të na thonte pejgamberi sa kur ne domethënë hoxhan hutbe ai ka telefonin në dorë. Apo ulesh me bisedu, kemi tregu diçka shumë e rëndësi, na kemi telefonin në dorë. Kthehet ndoshta prindi i lodhën, ka nevojë për ngrohtësinë e familjes, ka nevojë për ngrohtësinë e gruas, ka nevojë për domthon bisedat me fëmijët e tij, që të shqyrton, që të bisedon ose vet ose me marr domthon mendimin e tjerëve, secili ikur në një qoshe pa pas atë ndjenjen e afërsisë, edhe të ngrohtësisë, edhe të funksionimit të mirëfillt. Andaj ky rast dhe jeta e pejgamberit dhe ky model duhet na vyjë gjithsesi, sepse nga këtu fillon ngjeshmëria. Andaj kur njeriu me kaq nuk është i ndihshëm ndaj të tjerëve, banuj bindun se kjo pastaj do të ka pasoja shumë më të mëdha dhe njeriu do të arrijë në shkallën e ndoshta të veprimeve shumë më skandaloze, ama do t'i baj me gjakftësinë më të madhe, edhe me domethënë empatinë më të madhe, edhe do t'i baj me ndjenjen e ftosisë
edhe të pandjeshmerisë. Hoq, padyshim se këto ka arsye të shumta edhe faktorë shumë të cilët e kanë pru këtë gjendje, dhe po ashtu ka një ilaz të cilën do ta përmendim pjesën e dytë të emisionit. Shkojmë në pauzë. Të dashur shikues, qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak me pjesën e dytë të këtij emisioni. Të dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Konteksti kohor me tematikën empatia ose ndjeshmëria që duhet ta ketë muslimani dhe njerëzit në përgjithësi. Hoq, padyshim që ka arsye të cilat e kanë pru këtë aktualitet ose këtë gjendje që ne përjetojmë për çdo ditë, fatkeqësisht edhe shohim lajme të ndryshme nga më të ndryshmet dhe gjithmonë ajo hipoteza që ne ngritim është se a është prej njerëzores ose prej njerëzillekut këto veprime që i shohim ne. Cilat janë arsyet që na kanë prunë këtë gjendje? Padyshim se arsyet janë të shumta dhe ato mund të renditen në numër shumë të madh, por baza e krejt, domethënë këtyre arsyeve është kur është bë eksperiment me njeriu. Por kur njeriu bën eksperiment me veten e tij. Kur njeriu synon ta ndroj rolin për të cilin është krijuar. Kur njeriu synon të shkput veten e tij nga nevoja e tij për Zotin dhe nga nevoja e tij për mësimet e Zotit. Domethënë kur njeriu tenton ta ndryshoj rolin cilin Zoti ja ka dhënë në tokë dhe të merr rol udhëheqës hynor, që ai, pra njeriu, të jetë i gatshëm të i diktoj njeriu dhe vetes së tij dhe njerëzimit pastaj në përgjithësi edhe qëllimin e krijimit, edhe mënyrën e jetesës, edhe si duhet jetohet dhe pse duhet jetohet e kështu me radhë, padyshim se pasojat janë të ndryshme, janë të shumta e njëra nga pasojat e këtij çrregullimi është edhe kjo. Në një anë, në anën tjetër, domethënë dhënia e njeriut shumë pas materiales. Dhënia e njeriut shumë pas materiales dhe tentimi që njeriu gjithçka në jetën e tij ta lidh me materialen. Atëherë njeriu e zhvesh nga ndjeshmëria, e zhvesh nga njerëzorja, e zhvesh nga humania, e sigurisht se pastaj pasojat janë të mëdha. Dhe këto pasoja thash dhe po e ripërsëriti për shkak se ky është fokusi për cilën po flasim, është humbja e ndjeshmërisë. Dhe kur njeriu humb ndjeshmërinë, i bie se ai është një mekanizëm në formë të një roboti i cili kryen të gjitha funksionet, por në fund të ditës ato e lën në themi në garazhin e tij, e lën në vendin e caktuar ku ai duhet të ndoshta mbushet energji për të vazhduar të nesërmen me të njëjtën rutinë, e kjo nuk është roli për cilën Zoti e ka kriju, njeriu. Ku ndikon edhe humbja e përgjegjësisë, të cilën ndoshta nuk e kemi shumë qartë atë mënyrën e përgjegjësisë raportimit para Zotit, dhe po na çon neve në këto që na sot po bëjmë veprime, mirë po nuk po ndjejmë që kemi më përgjegjësi për ato veprime, qofshin ato veprime të mira në buzëqeshje, për cilat kena më u shpërbly, qofshin ato veprime jo të mira për cilat kemi me u dënu. Më u gjyku. Padyshim kjo është shumë e rëndësishme, kjo që e përmende Allosale, sepse thash kë lidhet me pjesën e parë. Edhe përgjigjja është atje, kur njeriu e sheh veten të shkputur nga mësimet e Zotit. Andaj, kur ti e sheh veten të shkputur nga mësimet e Zotit, tek e fundit pse duhet ti buzëqeshësh dikujt? Kur ti nuk e llogarit buzëqeshën shpërblim. Secili prej neve ka dertet e tij, galet e tij, brangat e tij, apo por kush është ajo që neve na bën të dalim mbi këto? Është shpërblimi i Zotit, sepse Zoti na ka treguar se edhe buzëqeshën e shpërblen. Po, kush është secili prej neve ka brangat e galet e dertet e tij, por kush është ajo që mban me i harru të gjitha këto dhe më u marr me ty
me ta lecu një breng, me ta ndihmu, me kanë afër teje kur ti ki nevojë, është shpërblimi i Zotit. Sepse Zoti premton shpërblim për këtë punë. Andaj lidhshmëria jonë e veprimeve tona me Zotin, në këtë rast, me premtimet e Zotit, me shpërblimet të cilat Zoti i ka premtuar, padyshim se e ndron komplet sistemin e jetës. E ndron komplet sistemin e jetës dhe njeriu e nxit edhe të bosqesh, sepse është sadaka. E nxit edhe të jetë afër kur ti ki nevojë, sepse pejgamberi sa na ka treguar se Allahu është në ndihmën e robit kur robi është në ndihmën e vllaut tij. E madje Allahu xhallashanuhu ka premtuar se ai i cili është në ndihmën e tjetrit, Allahu përveç se është në ndihmën e robit të tij, do të zbet mëshirën, rahmetin e madh që ai e ka për robët e tij, kur ata e ndihmojnë njëri tjetrin. Pastaj kur secili prej neve mund të ketë brengat e hallet e galet të tij, por ti kur e keni brengën e të lashur në vita largoj atë, edhe bëjmë shkaktar i kthimit të buzëqeshjes të ti, edhe pse unë direkt nuk përfitoj, por ti jesh i bindur se Allahu xhallashan në këtë dunjë do të ma fladit shpirtin e do të më jep një kënaqësi para se të më jap Allahu xhallashan kënaqësinë dhe shpërblimin në botën tjetër. Andaj ky reagim reciprok dhe kjo ndjenjë e përbashkët e veprimeve tona gjithsesi lidhet tek kthimi i gjykimit ton tek shpërblimet e Zotit. Por edhe në të kundërtën, pse unë nuk të baj ty padrejtësi? Sepse unë di se ajo padrejtësi dhe ai zullum, edhe nëse nuk gjykohem këto, do të gjykohem dikon tjetër. Për shembull, humbja e ndjeshmërisë. Po marr shembull shumë të thjesht edhe shumë praktik, por të cilët mendoj se janë goxha determinues se ka po shkojmë si shoqëri. Po njeriu vjen më fal, edhe e parkon veturën e tij në vendin jo të duhur. Shpesh ndodh që ajo të parkohet në rrugën e këmbësorëve. Shpesh ndodh që ajo të parkohet madje të bllokohet edhe rruga e të tjerëve, që njerëzit e qarkullojnë. Ku është ndjeshmëria? Ku është mendimi se me veprimin tem unë po i baj dëm dikujt? Apo e humbja e kësaj ndjeshmërie, madje edhe tek njerëzit të cilët janë fetar, kjo është ndikimi i përgjithshëm i shoqërisë. Apo ose për shembull, hyn në xhami dhe lën derën hap. Për shembull kur është ftoft ose e kështu me radhë. Ku është ndjeshmëria se me veprimin tënd ti po e ban keq tjerëve? Në shqe që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, për me tregu se njeriu nuk është i vetëm në këtë dunjë dhe duhet gjithsesi të kujdeset për veprimet e tij, çfarë ndikojnë tek të tjerët, dhe si ato priten të tjerët, çfarë impakti kanë tek të tjerët. Andaj pejgamberi sa më ka ndaluar që njeriu të shkojë në xhami kur ai ka hungër hudër. Apo edhe pse hudra ka shumë të mira medicinale dhe shëndetësore, ama për shkak se i dëmton të tjerët. Të tjerët i ban të ndihen keq. A jemi shumë qartë deri këto. E çfarë mund të themi vëlla sa ne për ata të cilët për shembull rrugën kur e ka shtru ka vjedh. Apo edhe këtë njerëzit kur kalojnë aty dëmtohen edhe veturat e tyre prishen e është kosto shumë e madhe. Çfarë mund të themi atyre të cilët marrin përgjegjësi? Apo po flasim për ndjeshmëri, apo atyre të cilët marrin vendime të caktuara, vendime të cilat u prishin jetën e njerëzve. O njerëz, po a din me çfarë do të thonë që nëse një veprim i yti i ka lëndu të tjerët, e ka bërë të tjerët mërzitur, e ka bërë të tjerët hidhrum, e ka bërë të tjerët të qajnë, e ka bërë të tjerët të mos kenë mjetet e mjaftueshme financiare. Andaj ndjenja e ndjeshmërisë ndaj të tjerëve, edhe mshurisë për të tjerët, është ndjenjë e madhe. Unë ta kam përmend disa herë, madje edhe në rrafshin personal bisedave. Unë ditën e xhumë, kur është ligjërim fetar, është kohë e shenjtë, apo është kohë kur besimtarët vinë para Zotit xhallashanuhu, apo edhe nëse ndonjëherë unë po flas, e zgjati hutben më shumë se 4-15 minuta, apo edhe zbres poshtë, beso që mërzit na shumë. Sepse une jam ai i cili veprimi jam, apo i ka bot të tjerët atje që janë jashtë,
qofse është ftoft të narthen, po të kenë të ftoft, e nëse është nxehtë të kenë vap. Apo sepse unë jam brenda. Imagjino njerëz të cilët marrin hapa dhe veprime, madje për turmat njerëzve. Apo për shembull, apo ton mësuesin klas, drejtori në shkollë, drejtori komunal, kryetari i komunës, apo përgjegjësa të ndryshëm deri tek instancat më të larta. A di çfarë do të thonë kur ti merr një veprim, e ban një veprim, e që ky veprim i yti ka ndikim të tjerët atje. Dhe ata i ban të mërzitur, e i ban të lëndum, e ka kosto financiare, ka shkakton pastaj mërzi, shkakton dhimbje, shkakton madje për shembull të deri tek ikja trive e ynyrës së këtij populli, e margaritarëve të këtij populli, ikja për shkak të veprimeve tona, sepse ata po ikin për shkak të veprimeve tona, për shkak të sjelljeve, vendimeve të caktuara kështu me radhë. A di çfarë i bën kjo punë? A ne kur po flasim për përgjegjësinë, ne mund tash për tash, edhe të mos e ndijm peshën e kësaj përgjegjësie, edhe të mos kemi dëmshuri, edhe të mos kemi ndjeshmëri, sepse ajo që neve na intereson është vetja jonë dhe kalkulimet tona të caktuara të cilat i bëjmë, qoftë ato kalkulime për pushtet, qofshin ato kalkulime financiare, qofshin ato kalkulime çfarë do qofshin ato. Amo humbja e kësaj ndjeshmërie nuk do të na bën pa përgjegjësi nesër kur dalim para Zotit xhallahu shanhu. Andaj sigurisht se lidhja e këtë veprimeve tona qoftë me shpërblimet që Zoti i ka premtuar për të mirët, edhe të drejtit, edhe ata cilët bojnë dobi, edhe i bojnë dobi njerëzve, or gjithsesi ai katalizatori i cili na shtyn për drejt punëve të mira, por edhe ndjenja e përgjegjësisë se veprimet tona do të gjykohen dhe do të japin përgjegjësi, or gjithsesi ai freni që ne e frenojmë veten tonë, edhe e ndalim veten tonë dhe e kuptojmë pastaj se çysh i bie ne të jemi në pozitat e të tjerëve, e të tjerët te i bojnë ato veprime të cilat do të ndikojnë tek ne. Në shoqërinë tonë na këtë hap, ndoshta vetë kemi humbur ose e kemi të kalu ose s'po llogaritëm shumë ndjeshëm nëse ti nuk i ruan ndjenjat e tjetrit. Mirë, po kena kalu edhe në instanca pak më të larta, po më të humbjes së ndjeshmërisë ku me shumë lehtësi marrin jetën njëri tjetrit ose mi shef fëmijë të drogëruar ose prostitucion ose domethënë dukuri të cilat asnjëherë nuk janë jo vetëm pjesën fetare, pas pjesën njerëzore, nuk i kemi pas tradita. A ka paralajmëruar feja, a ka paralajmërim për një gjendje të tillë, apo do të pajtohemi me këtë? Ne nuk duhet pajtohemi asnjëherë. Andaj edhe jemi këtu. Unë edhe ti jemi këtu. Dhe të gjitha ata të cilët janë në këtë rol. Ne nuk duhet pajtohemi. Ajo që ne kemi mundësi është kjo, të flasim. Ajo që ne kemi mundësi është të ngritim zanin tonë. Ajo që ne kemi mundësi është që të sillim modelin, edhe të tregojmë se cila është rruga që çon te këto pasoja dhe cila është rruga e cila do të na shpije tek shpëtimi nga e tërë kjo. Shqiptar vëllai Sali, jo rastisht unë përmana ato detaje nga jeta e pejgamberit alayhis. Sepse me ato detaje apo të cilat janë shumë të thjeshta dhe shumë të emta, apo por tregojnë se një njeri i cili kujdeset për ndjenjat e tjetrit apo deri në këtë mas, ai asesi nuk mund të bëj veprime më të mëdha. A kupton? Unë përmana këto detaje nga jeta e pejgamberit alsam për të sjellë në kontekstin ton të kohës që ne po jetojmë. Sepse nga ato ndjenja të emta të ngjeshmërisë, do po them prap, nga parkimi veturës atje, i cili mund duket shumë i thjeshtë, nga mos qëndrimi me familje sepse nuk duket përgjegjësi, nga rastet ku njerëzit e humbin ndjenjen e ndjeshmërisë, apo dhe me rastet tona që kemi pa personalisht, ku ne kemi shku të ndihmojmë njerëz të caktuar, e kemi pa burrat të bart, pije alkolike, ndërsa ne fëmijëve u kemi thënë mill, sepse ata nuk kanë me hangër. A kupton? Ku të çon humbje e ndjeshmërisë. Sepse kur njeriu humb ndjeshmërinë, atij nuk i intereson asgjë tjetër pos vetes së tij. E pastaj si rezultat të kësaj, atyre të cilët shesin drogë nuk ju intereson sa familje i prishin. Aty nuk ju intereson sa tri
u shkatrojnë të ardhmen e tyre. Atyre nuk u intereson se çfarë po i bojnë shoqënisë, sepse krejt çka ata kanë është ndjenja për veten e tyre. Andalet dikush që shet drogë dhe merret me drogë, ndalet vetëm 2 minuta dhe të mendoj se çfarë u bën sa individëve, çfarë u shkakton sa familjeve. Andalen ata cilët merren me prostitucion, edhe të mendojnë se sa dhimbt e sa vujtje, e çfarë tmerri, e çfarë katastrofe u shkaktojnë gjithë atyne motrave, edhe atyne bijave, edhe atyne fëmijëve, atyne grave, të cilat i kanë hinë asoj rruge me dije ose pa vedije, me qëllim ose pa qëllim. A nuk nalet njëri vetëm pak të del në pozicionin e atyre familjeve të cilët i kanë rrit ata fëmijë me vështirësitë e tyre, e me hjekat e tyre, ndërsa ata i marrin e keq përdorin. A kupton? A mendojnë ata të cilët përhapin fesadet caktume, shkatrimet caktume, a mendojnë ata se si i bie që dikush të jetojnë në lkuren dhe të jetë në palën e atyre të cilët ata me shkatrimin të cilën e kanë bë, me fesadën të cilën e kanë e kanë shkaktu edhe e kanë përhap, ju kanë shkaktu krejt ato dhimbje, ato mërzi. A mendon dikush se krejt ajo ka me kalu pa llogari, ka me kalu në heshtje? Padyshim se kjo është ajo që ne duhet ta ngritim zanin. A ka shpresë, unë jam i bindur se do të triumfoj e mira, sepse njerëzit e të mirës megjithatë janë shumë, njerëzit që e dojnë të mirën janë shumë, njerëzit që e dojnë një shoqëni të pastër janë shumë, njerëzit që e dojnë një familje të pastër janë shumë, njerëzit që e dojnë këtë shoqëni pa alkool janë shumë, njerëzit që e dojnë këtë shoqëni pa drogë janë shumë, njerëzit që e dojnë këtë shoqëni pa prostitucion janë shumë, njerëzit që e dojnë këtë shoqëni pa korrupsion janë shumë, megjithatë janë shumë. Ne i shohim ata, ne i prekim me ata, ne rrim me ata, ne shoqërohemi me ata, sepse jemi pjesë e kësaj shoqënie. Ka të dëshmon edhe numri i madh i muslimanëve që reprezentojnë çdo ditë. Padyshim, dhe jo vetëm ajo, por në çdo moment, domethënë në çdo bisedë, njerëzit grupi tjetër, ata janë pak. Po megjithatë gjithmonë domethënë e keqja është një lloj sfide për të mirë. Andaj ne nuk duhet heshtim, sepse kjo është përgjegjësia jon. Ne do të japim përgjegjësi secili për neve në këtë shkallë. Andaj kjo ndjenjë e humbjes së kësaj ndjeshmërie, Allahu. Edhe e manifestimit përveç këtyre rasteve, shiqo ku na ka pru sot do vajam sa lepta. Sa vraset i kemi në shoqëninë tonë sot. Kjo është, domthonë, nuk e di njeriu a është ëndër apo është zgjut. Nuk ka mundësi, domthonë, shpeshherë kur ti ndëgjon, edhe ti sheh, edhe ti je dëshmitar i këtyre pamjeve, ku rrin humbje e ndjeshmërisë, humbje e përgjegjësisë pastaj, dhe humbje e vetëdijes se do të jap llogari njeriu në moment për momenteve ku ti sheh vrasje të cilat nuk mund as ti komenton, as ti kupton, as të din se për ka po vin, as nuk e din se për kush i mbolli vlla këto, kush na i mësoi këto, për ka erdhën këto, kush nuk njeriu nuk din dhe mbetet i shtangun, dhe është vështirë domethënë të besohet se shoqënia jon ka rrit deri në këtë shkallë të humbjes së ndjeshmërisë kur 19 vjeçari, 20 vjeçari e vret shokun e vet, kur burri e vret gruan. Hey, burri e vret gruan. Në shoqëni që s'imagjinohet bën një gjë e tillë, thënë. Nuk është vështirë të imagjinohet. E pastaj po të flasësh se si trajton feja këtë pjesë. Po është temë gjatë. Temë gjatë ku Allahu xhaleshan në Kur'an thot, ai i cili ka vrarë një njeri dhe vret një njeri, ka'annama qatala an-nas jami'a, është sikur na më i vrarë krejt njerëzimin. Një njeri kush e vret, është si më i vrarë krejt njerëzit. E pastaj çikin ndjen fatkeqësisht, për shkak se neve ndoshta në është bë normale, sepse ne për botë po shohim sot numër të madh të vrasjeve, numër të madh të fëmijëve që vriten. E pastaj e shohim një heshtje të madhe, edhe të organizatat të drejta të njerëzit, edhe të organizatat të drejta të grave, edhe të organizatave të ndryshme. Heshtja, po thënë, është fatkeqësisht një mos reflektim. Është një mos reflektim. A mund të themi apo thënë se
kur dikush e sheh se për ditë po vraj kanë me një vend që ti me ka 100, 200, 300, 500, 1000, kupton, fëmijë, gra, ku do qofshin ata, sepse ne kemi ngrit zanën edhe për çdo vrasje që ndodh. Ajo vrasje është e padrejtë, ne kemi me ngrit zanën pavarësisht çfarë besimi kanë. Po në ato cilën asa dëshohim në përvendet të ndryshme të cilat sot banë, ajo është kulmi i humbes së ndjeshmërisë, edhe krejt normale, ajo merr në 2 minutë në lajme, sa për ta prezantuar dhe vazhdon me lajme të tjera, sepse është krejt një lajm i zakonshëm. E pastaj, kjo reflekton. Cili duhet të jetë reflektimi hoxha ose ilaçi krejt kësaj situate, kësaj ngjarje? Po padyshim se kthimi në ato cilën e nesëm, kthimi në bazë, ajo është kthimi tek Zoti. Bindja se këtu kemi ardhur dhe Allahu xhaleshanu na ka kriju, e ai na ka treguar si duhet të jetojmë. Dhe po jetojmë dhe po jetuam qysh na ka mësuar Zoti, ne do të jemi të kompletuar. Dhe në mesin atyre mësime pastaj do ta kemi edhe ndjenjen e ndjeshmërisë, edhe të dëmshurisë, e cila është e pashmangshme dhe e domosdoshme. Çdo menjanim i këtyre mësimeve, çdo eksperiment që ne e bëjmë, çdo tentim që ne të sillim modele të reja dhe modele tjera pas mësimeve të Zotit fuqiplot, mendoj se pasojat janë këto kam frikë se ato do të jenë edhe më të mëdha sapo të rritet hendeku mes mësimeve tona dhe mësimeve të Zotit. Andaj ne jemi në tërqenjen tonë që njerëzve t'ua kthejmë shpresën. E ajo është tek mësimet e Zotit, tek drita e cila buron nga libri i Zotit, nga mësimet e pejgamberit alayhis salatu wasalam, e pastaj jetësimi i tyre dhe funksionalizimi i tyre në jetën tonë e madje në çdo pore të jetës tonë. Hoxh, me ka si erdhi fundi, Allah shpërblet për këtë trajtim. Allah shpërblet ty, luzotën e madh që ta kemi dhënë një kontribut sa do të vogël për një çështje e cila mendoj se është problematik shumë e madhe. Allah shpërblet. Të dashur shikues, edhe ju Allah shpërblet se ishit bashkë me ne në këtë emision, deri në takime të tjera mbetërit në mëshirën e Zotit.